Kreu i shoqatës së operatorëve turistik Zak Topuzi ka publikuar disa pamje që tregojnë se në çfarë gjendje të mjerueshme ndodhet sot instalacioni Tirana Mons, një bibliotekë publike e hapur, projektuar nga arkitekti austriak Chris Pretzsch, me synimin për të promovuar leximin dhe hapësirat publike cilësore, e inauguruar një vit më parë nga Bashkia e Tiranës. Zak Topuzi tregon se pemët dhe i gjithë gjelbërimi janë tharë. Topuzi thekson se nuk mjafton të investosh qindra mijëra euro për të krijuar një vepër. Sfida e vërtetë është ta mirëmbash dhe ta menaxhosh me përgjegjësi. Ai nënvizon se kultura e mosmbajtjes përgjegjësi në administrat po kthehet rutinë dhe po kushton shumë më tepër se vetë investimet. Një vit më parë, nga Bashkia Tiranë në sheshin Nën Tereza, u inaugurua instalacioni Tirana Mons, një bibliotekë publike e hapur, projektuar nga arkitekti austriak Chris Pretzsch, me synimin për të promovuar leximin dhe hapësirat publike cilësore. Sot u befasova nga gjendja në të cilën ndodhet. Pemët dhe pothuaj gjithë gjelbërimi janë tharë. Kjo është një kujtesë se nuk mjafton të investosh qindra mijëra euro për të krijuar një vepër. Sfida e vërtetë është ta mirëmbash dhe ta menaxhosh me përgjegjësi. Kultura e mosmbajtjes përgjegjësi në administrat po kthehet rutinë dhe po kushton shumë më tepër se vetë investimet, denoncon Zak Topuzi.